Turumçi, futemi sërish në serinë e orarit të ngjeshur, falë edhe paraqitjes son historike në Europë. Tani na pret ndeshja me skuadrën e Sileksit në transfer. Si duket ekipi? E vërtet, kjo që thu, mendoj që ekipi është gati për ndeshje, por nuk kemi pas edhe shumë kohë për të përgatitur për ndeshjen, pasi kishim një ndeshje shumë të fortë me Samsunsporin në Europë. Dhe normalisht që këta ndeshje shumë forta dhe është një ekip shumë i madh, normalisht që kjo ta gjen shumë energji, por ne jemi krenar për këtë ndeshje, pasi kemi arritur në një nivel shumë të lartë me këtë ndeshje dhe po përgatitemi për ndeshjen e radhës me Sileksin. Po mirë, tani gjithë kjo mban që thua energjia, gjërat, por nesër duhet dalim në fushë, të luajmë dhe të japim më të mirën. Si duket skuadra, sa është e gatshme dhe e dim se çka na pret në këtë transfer, duke ditur që Sileksi kampionatet e fundit dhe këtë sezon po bën shumë mirë. Normalisht që ne jemi të gatshëm çdo ndeshje për të përgatitur dhe për të futur për rezultat pozitiv. Ne kemi një grup lojtarë shumë dhe normalisht që jemi të gatshëm për të futur këtë ndeshje dhe ne kemi ndihmur shumë mirë në kampionatin me 2 fitore. Ekipi i Sileksit është një ekip cilësor, normalisht, dhe e kemi analizuar shumë mirë, por ne jemi shkëndija normalisht që shkojmë për një rezultat pozitiv. Beson që ekipi do të jetë i aftë që të lë anash Europën, të lë anash ato gjithë emocionet që sill paraqitja europiane dhe të thotë vetes po, ne duam të mbajmë hapin, duam fitoren e tretë në ndeshjen e tretë, sepse nuk di nëse e ndjeni që një triumf në këtë transfert po jep një kahje shumë serioze garës tonë për titullin kampion. Normalisht që ne Europa është një gjë që kemi arritur me meritat tona, por do të lëmë pas Europën dhe ne do të fokusohemi te kampionati, pasi kjo është gjëja kryesore te ne, pasi këto ndeshje na çojnë te Europa dhe ne do fokusohemi 100% te ndeshja me Sileksin. Fiton Shkëndija? Normalisht që po.